Një tjetër trekëndsh emocionesh ka shpërthyer në shtëpinë e Big Brother VIP5, këtë herë me protagonist Inën, Casey dhe Stelinën. Një situatë që nisi si afrimitet i heshtur, u kthye shpejt në ballafaqim të drejtë për drejtë, ku ndjenjat, dyshime dhe akuzat dolën hapur në prajm, larg syve të banorëve të tjerë. Ina ishte ajo që kërkoi sqarimin ballë për ballë, duke pranuar se mes saj dhe Caseyt ekziston një afrimitet real. Ajo theksoi se kjo bisedë ishte e nevojshme, jo vetëm për qetësinë e saj, por edhe si një gest korrektese ndaj Stelinës, duke qenë se të tre ndodheshin në një histori të ndërlikuar. Nga ana tjetër, Stelina tregoi se gjatë këtyre ditëve kishte projektuar një furtunë emocionesh. Ajo rrëfeu se ishte ndjer e lënë pezull, e pa qartë dhe e përfshirë në një situatë ku rolet ndryshonin vazhdimisht. Sipas saj, Casey kishte lënë sinjale të kundërta, nga një surprizë që ringjallej shpresën dhe një tërheqje e menjëhershme dhe afrimiteti me Inën. Stelina u shpreh se në fund u ndje e treta në këtë raport, duke mbajtur mbi supe gjithë peshën e një treshjeje të paqartë, ku nga vajza naive u perceptua si ajo mashtruese. Casey në versionin e tij mohoi qëllimet e këqija dhe foli për përpjekje për të sqaruar situatën e lënë pezull. Ai theksoi se kishte tentuar disa herë të mbyllte çështje të hapura, por diskutimet kishin përfunduar në debate dhe ofendime. Sipas saj, sqarimi i Stelinës erdhi si lojë dhe si një formë hakmarrjeje, duke përmendur edhe përfshirë edhe familjen, gjë që ai e konsideroi të papranueshme. Por kjo histori nuk nis në Big Brother VIP Albania 5. Raporti mes Casey dhe Stelinës ka fillesën e tij në përputhen, ku ata u njohën për herë të parë dhe krijuan një lidhje që në fillim u shoqërua me paqartësi. Fillimisht u shfaqën të dy si persona që afroheshin gradualisht, me kimi të dukshme, por pa një deklarim të qartë. Publiku vuri re se ndjenjat nuk ishin të balancuara, njëra palë duke më e përfshirë emocionalisht, ndërsa tjetra ruante distancë dhe hezitim. Gjatë qëndrimit në përputhen, Casey dhe Stelina kaluan disa faza afrimi dhe ftohjeje. Kishte momente që u perceptuan dhe mungesa e vendimeve të prerë dhe komunikimi i paqartë krijuan tension. Kjo solli debate, zhgënjime dhe më në fund një ndarje të pashpallur zyrtarisht, por të ndjerë qartë nga publiku. Historia tyre mbeti e pambyllur, pa një fund të qartë dhe pas sqarime reale mes tyre. Rikthimi të dyve në Big Brother VIP Albania 5 ka rihapur pikërisht këtë temë të mbyllur. Dinamika mes tyre duket se ndjek të njëjtin model, ndjenje të pazgjidhura, afrime të papritura dhe tërheqje të menjëhershme, keqkuptime që përfshin edhe persona të tretë, në këtë rast Inën. Për publikun, pyetja mbetet e njëjtë. A janë këto reagime pasojë e një historie që nuk e mbyll kurrë siç duhet, apo thjesht një strategji loje brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri? Një gjë është e sigurt, trekëndshi Ina, Casey, Stelina nuk është thjesht një flirt televiziv, por një përplasje emocionesh të vjetra dhe të reja, ku e vërteta si gjithmonë në Big Brother del herët apo vonë.